Vizitimet diplomatike për një armëpushim të mundshëm në Ukrainë po hynë në një fazë të re me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusinë që pritet të lëshojnë një deklaratë të përbashkët pas takimeve të zhvilluara në Arabinë Saudite. Delegacionet ukrainase dhe amerikane do takohen sërish të martën, ndërsa Washingtoni shpreson se marrëveshje për ditën e zi mund të hapë rrugën për negociata më të gjera paqeje. Sipas burimeve nga Shtëpia e Bardhë, ka pasur përparim në vizitimet e zhvilluara të hënën në Riyadh dhe një njoftim pozitiv pritet së shpejti. Një burim rus i tha rrutur se një projekt deklarate përbashkët i është Moskës dhe Washingtonit për miratim me synimin për të bërë publike të martën. Megjithatë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se asnjë dokument nuk do të nënshkruhet për momentin, sipas raportimeve të agjencisë ruse TASS. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi në fjalimin e tij të përnaçëm se zyrtarët e Ukrainës në Riyadh do të takohen me ekipin amerikan pas vizitimeve SBA Rusi. Transmetuesi kombëtar i Ukrainës Suspline citoi një burim brenda delegacionit Ukrainas që tha se bisedimet do të zhvillohen të martën, por nuk la detaje mbi temat që do diskutohen. Kjo iniciativë vjen pas javën e kaluar. Rusia hodhi poshtë një propozim të ish-presidentit amerikan Donald Trump për një armëpushim të plot 30 ditor në Ukrainë. Deri më tani Moska ka pranuar vetëm një moratorium mbi sulme ndaj infrastrukturës energjetike, pa rënë dakord për një ndalim të plotë të luftimeve. Trump, i cili është përfshirë personalisht në negociatat për paqe, deklaroi të hënën se diskutimet aktuale përfshin çështjet kyçe si territori, linjat e demokracisë, energjia dhe pronësia e termocentraleve në Ukrainë. Ai la të kuptohet se negociatat po lëvizin përpara, por mbetet e paqartë nëse Rusia dhe Ukraina do të arrijnë një marrëveshje të plotë për ndalimin e konfliktit. Me bisedimet që po zhvillohen në Riyadh dhe me përfshirjen aktive të SBA-s dhe Rusisë, vëmendja e komunitetit ndërkombëtar është përqendruar në hapat e ardhshëm të palëve në konflikt dhe nëse këto negociate do të cilin në një rezultat konkret për paqen në Ukrainë.